Mjekët e mbajnë në sekret. Kjo recetë është duk gungat kockore në kohë rekord. Gungat e këmbëve janë jo të bukura për syrin e njeriut. Nëse keni fatin që të mos e keni iden se për çfarë po flasim në këtë video, duhet të konsideroni veten si një njeri shumë me fat. Gungat e këmbëve janë pjesë kockore që formohen në pjesën e jashtme të gishtave të mëdhenj. Jo vetëm që ato janë të shëmtuara, por gjithashtu për shkak të zhvendosjes së peshës trupore mbi gishtin tuaj, ato mund të jenë jashtëzakonisht të dhimbshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe mund të shkaktojnë probleme edhe në përditshmërinë tuaj, kryesisht edhe në formën e ndryshme të ecjes. Për të kuptuar se si duhet të trajtohen këto gunga, duhet së pari të mësoni si ato formohen. Sipas WebMed, ka disa arsye pse ato formohen. Ndonë se ato ndodhin thjesht edhe për shkak të gjenetikës tuaj. Sipas ekspertëve, nëse prindri juaj vuan nga këto shqetësime, ju jeni gjithashtu në një risk më të lartë për të prekur nga gungat në këmbë dhe mund të zhvilloni gjithashtu komplikacione të tyre. Ndonjëherë gungat zhvillohen edhe si efekt anësore të problemeve të artritit. Megjithatë, gratë janë veçanërisht në një risk të lartë edhe për zhvillimin e këtyre gungave. Këto gunga mund të jenë shkak i pareatis dhe gjithashtu sikletit. Këto janë disa mënyra se si ti trajtoni dhe të kujdeseni më mirë për këmbët tuaja. Sipas WebMed, këto janë disa mënyra natyrale alternative që në kushte shtëpie mund t'ju vinë në ndihmë, por nëse gjendja juaj është kritike, gjithmonë duhet ta adresoni tek mjeku juaj. Piperi i kuq. Piperi i kuq mund të përdoret shumë mirë se sa vetëm për t'i dhënë shije ushqimit. Sipas Find Home Remain, piperi i kuq mund të përdoret gjithashtu për trajtimin e dhimbjeve lidhur me gungat. Ai është një lehtësues natyral i dhimbjeve. Prisni një piper në gjysmë dhe lyeni gungën ku keni dhimbje. Kjo është një mënyrë natyrale që do ju qetësoj situatën tuaj derisa të merrni trajtimin e specializuar nga mjeku përkatës. Gjithashtu, lakra është një përzgjedhje shumë e mirë lehtësuese e rastit tuaj. Dye Healthy Remain sugjeron përdorimin e lakrës për lehtësimin e dhimbjeve. Lakra ka veti të mira anti-inflamatore, të cilat do të zvogëlojnë entjen dhe njëkohësisht edhe gungat tuaja të këmbëve. Për të kujdesur për to, mbulojeni me një lakër gungën dhe vendosni fashë sipër saj. Gjatë kësaj procedure, përsërisni atë disa herë brenda ditës. Kështu do të ndihmoni në qetësimin e shqetësimeve të dhimbjeve dhe gjithashtu do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatën tuaj. Kamomili gjithashtu është një produkt fantastik që mund t'jap rezultate të mira kundër dhimbjeve të gungave. Gungat që krijohen në këmbë mund të jenë veçanërisht shumë të dhimbshme kur bëhet fjala për entjen dhe ngurtësimin e tyre. Ato mund të bëhen të padurueshme dhe të shkaktojnë ngurtësime të këmbëve. Kamomili mund të punojë si një anti-inflamator që redukton entjen në to dhe dhimbjen, duke ju ndihmuar të qetësoni situatën tuaj në rastin më kritik dhe të merrni gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë drejtim. Përdorimi i kamomilit. Thjesht mund të vendosen bustinat e çajit në legenin me ujë dhe të mbani këmbët në të për t'u qetësuar, ose mund të konsumoni gjithashtu edhe çajin e kamomilit si një ndihmës shumë i mirë. Por nëse gjendja juaj është kritike dhe nuk zbutet as pas këtyre trajtimeve, adresojeni atë tek mjeku. Gjithashtu ekspertët tregojnë se krijimi i gungave në këmbë mund të jetë e bezdishme për aktivitetet tuaja ditore. Gunga që formohen në duar ose në këmbë janë në një formë komplekse artritit, e cila kërkon një trajtim të domosdoshëm, pasi mund të çojë gjithashtu edhe në dhimbje të shkallës së gjerë dhe të krijojë shqetësime të forta dhe të padurueshme, të cilat janë të pakëndshme në përditshmërinë tuaj. Kjo është një sëmundje kronike, shpesh shoqërohet gjithashtu me dhimbje skuqje edhe në zonat e prekura. Për fat të mirë, ky problem mund të trajtohet plotësisht nëpërmjet kësaj mënyre natyrale. Natyra do të sjellë shumë përdorime të recetave të thjeshta që rezultojnë gjithashtu efikase në lehtësimin e këtyre komplikacioneve.
Përveç trajtimeve farmaceutike, mund të ndiqni edhe ato natyrale në kushte shtëpie, që do ju ndihmojnë në ndjeshëm në qetësimin e dhimbjeve dhe përmirësimin e situatës suaj. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete janë: 1 deri në 2 lugë gjedhe shafrani ndije, 2 deri në 3 lugë plurë të xhenxhefilit, 1 filxhan lëng me gjethe të qershisë, pak mjalt dhe 1 ananas. Metoda e përgatitjes së kësaj recete është kjo: hiqni lëkurën e ananasit e vendosni në blender, i përzieni mirë dhe shtoni xhenxhefilin, shafranin e indis dhe lëngun nga gjethet e qershisë. Mund të shtoni mjalt për të pastruar edhe për të pasuruar shijen. Pastaj e vendosni përzierjen e njëjë në qelçi, mbulojeni atë dhe mbani në frigorifer. Sipas Healthline Food House, vendoseni përzierjen e njëjë në qelçi dhe mbulojeni. Më pas, e përdorni atë sipas dozës së rekomanduar nga eksperti për të marrë përfitimet tuaja kundër këtyre gungave. Ata që kanë gunga në këmbë e dinë se çfarë lloji dhimbje shkaktojnë ato dhe çfarë ndikimesh kanë në përditshmëri, duke shkaktuar gjithashtu edhe vështirësi në ecje dhe krijimin e komplikacioneve të tilla. Për aq kohë sa mbani këpucët të parehatshme, taka, gjithashtu edhe problemet të thonjve tuaj mund të vuani nga këto shqetësime. Mënyra se si i trajtoni ato janë nga më të ndryshme, ndaj sipas ekspertëve të Healthline, duhet së pari të konsultoheni me mjekun tuaj nëse problematika e gungave është vërtet e dhimbshme. Nëse i kapni ato që në hapat e para, do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatën dhe të reduktoni gjithashtu edhe dhimbjet. Sipas ekspertëve të Healthline, dhimbjet në këmbë në shputat mund të ndjehen çdo ditë. Mirë po ekzistojnë receta shtëpiake të cilat në mbikëqyrjen e ekspertit mund të japin rezultate mjaft të mira lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve dhe të nxisin gjithashtu një përmirësim të mirë të shëndetit tuaj. Në një legen me ujë të ngrohtë, hidhni gjithashtu krip dhe shtoni edhe një lugë çaji sot buke, kështu do të zbusni këmbët tuaja çdo mbrëmje për 2 javë me radhë. Do të keni rezultate mjaft të mira në lehtësimin e gungave. Gjithashtu, gungat e gishtit të madh të këmbës mund të zhduken nëse vendosni gjithashtu kompresa me akull dhe krip deti dhe i mbani ato vazhdimisht në këmbët tuaja. Më pas vendosni një fasho dhe shtrëngoni mirë atë dhe mbani fashon deri në mëngjes. Procedura përsëritet sipas nevojës suaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë të menjëhershme dhe lehtësuese për situatën tuaj. Ndjekja e këtyre metodave në kushte shtëpie sigurisht që do të jetë një mundësi e mirë për të zbutur komplikacionet, por ju bëjmë me dije se nëse gjendja juaj është kritike, keni dhimbje të padurueshme, gjithmonë duhet t'i adresoni ato tek mjeku specialist. Duhet të dini se informacionet në këtë video nuk kanë për qëllim të zvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit shëndetësor dhe nuk kanë në përgjegjësi për ndërveprimet ose efektet e mundshme negative nga mënyra e përdorimit, por mund t'i ndiqni këto trajtime për sa kohë i përdorni ato në mbikëqyrjen e një eksperti do t'i japin rezultate mjaft të mira lehtësuese kundër këtyre gungave. Nëse vuani nga gungat në këmbë, atëherë dini se sa të dhimbshme mund të jenë ato. Gungat janë deformime të kockave që bëjnë gishtin e madh të drejtohet nga brenda në bazën e kockës ta lërë jashtë. Është vlerësuar se 1/4 e personave në të gjithë botën vuajnë nga kjo shifër e madhe e gungave në këmbë, të cilët mund të vuajnë gjithashtu edhe nga shqetësime të ndryshme që lidhen edhe me shëndetin e kockave. Mbi 1/3 e personave mbi moshën 65 vjeçare vuajnë nga një shqetësim i tillë. Madje mund të jesh edhe ti një prej tyre nëse nuk ndiqni gjithashtu edhe një kujdes të veçantë për shëndetin e këmbëve. Sipas ekspertëve, ju duhet të bëni trajtimet e duhura dhe të menaxhoni shkaktarët dhe të ndiqni trajtimin e specializuar. Krijimet e gungave tek femrat vijnë si pasojë e hormoneve që çlirohen kryesisht gjatë shtatzanisë, të cilat bëjnë ligamentet më të dobta. Është menduar gjatë se gungat vijnë edhe nga lloji i këpucëve që mbani, pasi mund të ndikojnë në këmbët tuaja në shtrëngimin e tyre, deformimin e këmbëve dhe gishtave dhe gjithashtu të shkaktojnë këto gunga mjaft të bezdisshme në përditshmëri. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.